Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani doli të hënën para mediave me një kërkesë për qytetarët e vet. Ai bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të konfirmojnë e rikonfirmojnë lajmet që dalin, sidomos kur e kanë burimin në Serbi. Shefja e shtetit ka reaguar ndaj një lajmi që ka publikuar një medium në Beograd, ku pretendohej se 15 shqiptar kanë sulmuar gjandarmerinë serbe në vijën kufitare Kosovë-Serbi. Osmani tha se kjo është gënjeshtër e madhe pasi dihet se grupet paramilitare terroriste serbe janë ato që kanë shkelur kufirin e Kosovës duke kryer sulme që tashmë dihen. Një prej mjeteve kryesore që Serbia e përdor, që ka përdorur përgjatë historisë, mirë po që është intensifikuar shumë këto vitet e fundit, është propaganda, është një propagandë shumë e rrezikshme se tani edhe me zhvillimet e reja teknologjike mund të prodhojnë gjithçka. Është një formë e luftës vazhdueshme me mjete jo tradicionale. Kur është fjala te krimi, Osmani të dielën në një intervistë për prestigjiozen Politico, deklaroi se 900 banda kriminale janë çmontuar për 5 vjet. Por një ditë më pas e sqaroi se kishte menduar të thotë diçka tjetër. Ka menduar për rastet dhe ka qenë diçka shumë e paqëllimshme që është bërë. Menjëherë është bërë ndryshimi i nevojshëm tek intervista dhe as Politico nuk e shfrytëzon atë. Sipas saj, bandat serbe kanë qenë të involvuara në qindra raste, qoftë në keqpërdorim të votave më 2021, sulme ndaj ushtarëve të KFOR-it, futjen e armëve ilegale, dhunën ndaj qytetarëve, djegjen e makinave dhe krime të tjera.